Dhe ku kam thënë unë që jam e vogël, që ti e vogël? Ku kam thënë unë që je e vogël? Everyone knows it. Çfarë kam thënë unë? Everyone knows my story, Zemër. Çfarë kam thënë unë? Zemër. Po çfarë kam thënë unë? I don't have nothing to hide. Çfarë kam thënë unë? Pse e thu sikur ta kam thënë për të kesh fjalën je e vogël? Unë mund të kem thënë që je më e vogël se unë në moshë. Prit, I was not understanding. E bia këto se kuptova që ke përdashnuar. Po çfarë është aspekti? Bro, nuk më intereson fare për jeta. Jo, më fal pak. Pse më thua sikur të kam ofenduar me fjalën e vogël? Bia ka informata nga jashtë. Unë nuk e di kush është ti, nuk e di Po kush ti ma ke përmend 3 herë një emër. Kush është vetëm Ti ma ke përmend 3 herë një emër dhe ti më ke thënë mua. E ka cek, jo, unë s'di kur gjo. Unë nuk di kur gjo. Nuk e di. Lobi. Ti më ke përmend mua një emër 3 herë. Unë nuk e di. Bia, ti më ke përmend një emër 3 herë. Dhe ti ajo që më ke thënë duhet ma kesh frikën. Po pse më preke me hund? Pse më preke me hund? Se i mbyllë duar që më shohin kamerat. Se u afrove gojnë kokë me mu. Bro, if I want to do something... Pse e bërë kështu që më shohin kamerat? Po pse e bërë këtë gjë? Jo që parë unë gjite me undën. Unë gjite me undën dhe me gojën. Pse afrohesh ashtu kur nuk e ke atë afrimitet me mu? Jo mos më prek. Pse e bën atë afrimitet me mu? Ku e gjenë atë afrimitet me mu? Je ti ajo që i ke përdor fjallën. Ti Alba duhet ma kesh frikën me mu se unë di gjëra për mu. Se vjen afrohesh gjitesh me hundë dhe me gojtë e unë. Qarë është kjo prekje fizike tani afrohesh me hundë dhe me gojë? Po shomaj. Ore, e përdor fjallën rasi jam shprehu ndë një gjë për e vogël, lidhje me mirë, kjo ma përkthen me keq. Ajo 3 herë ka përmend një emër që s'duhet përmendet dhe e ka bërë prapë, përfshin gjëra nga jashtë, për gjëra private. Dhe e bon akoma dhe vjen arsyetohet para tjerëve. Tani kur i bëri duart kështu, unë gjite unda im të buste mia. Oj, nuk e prisja që dhe bënte edhe atë gjë. Qa është e lloj reagimi, s'po e kuptoj. Po pse ta puthun atë? Ku e gjen ajo hapësirën më afrohet mua ashtu? Po ta shty? Jo, unë gjit, maj. Unë gjit. Po si, ta shty? Shtyr ti. Ik. Moj erdhi sekonde bëri. Jo, dolqe, duhet kuptohet, unë jam duke qëndru këtu. Në rast se tjetëri afro, qa do bëj? Unë gjithmonë të largohem? Po, tani qa do bësh? Të bëhem unë si mi, vetëm largohu, ku vjen macja mbrapa. Situata caktume, do shme ditë edhe mu distancu. Nuk mund të lejosh. Pa jo vete, është kur ta tu ishe. Unë vetëm po e shifja. Po pe di që erdhe, a mo dhe ti do shme ditë. Ama unë tani gjithmonë, po unë bëj këshu, në di që ajo prapë do ngjitesh, se sa ajo tendencë është asaj. Ti bëjë të ndën, e mandej reagimet bulosi vetë-vetiju. Cilit ka drejtë me drejtësi. Jam unë budalla, apo se s'po marrë vesh. Unë jam këtu duke qëndru në vendin tim. Tjetra vjen edhe ngjitet në sekond. Ma ngjiti undën e buzën e mbajti kështu. Mu erdhë më tha, unë qështa, nuk kam dashnur asi, dashnu se këmë thonë ata. Po a ma ju një pejti, ju Të drejtën vije kështu tani. 3 herë më ka gjujt me bryla për 3 javë. Herën e kalume më gjujtit e kjo zonë, po e kisha të veshme këtu. Mos e kisha të veshme, unë kam penjë. Ju a kam thënë, nuk e di pse s'doli. Ju a kam thënë. Nëse i shkon Alba një diçka shumë e rëndësi, unë besoj që i Ju a kam thënë. Ama ajo kur ishte edhe kamera, ama unë isha këshu, ajo këshu edhe ma bëri këshu, ama isha unë ajo që s'lëviza edhe okej, me drejt ka se nuk është kap kamera. Po se unë s'lëviza, kjo nuk do të thotë që nuk ma ka dhënë shtytjen. Se ka kapë në sekundë. Amo, nëse është ashtu që po thu ti, është dosh me dollë ditash në transmitim. Ishta i momenti që unë i thash pse po shtyn me bryl, nuk u dalu fare, tamam si duhet. është dosh me dollë deri tash ajo pjesë. Nëse i shkon shumë po e rëndësishme... Po nuk kam nevojt gënjime, bryli është bryl më shkurta. Olba, nuk po thom që po gënjen. Bryli është bryl më shkurta. Olba, unë s'po thom që po gënjen. Ma ka bëj edhe herë tjera, po unë budale që s'kam reagu 2 herë të tjera. Unë veç po thom që nëse i shkon diçka shumë nuk e kuptoj si nxjerri fjalët. Unë s'po them që s'është e vërtetë. Po se di pse erdhi tani. Ku ishte synimi që erdhi, që ngatroi muhabet e kot? Po se di as mua pse më tha, ashtu se kuptova. Ose ndoshta ka kuptuar që këtu mund ketë vëmendje kamera, se i shef gjërat nga larg? Ja. Edhe thjesht funksionon. Ja, ajo s'jeton për vëmendje. Pas kam thënë, ej të lutem. Ja, ajo nuk jeton për vëmendje. O të lutem, shkurta të lutem.
Të lutem, shkurta. Të lutem, Alban. Se e kam pa palesa ere, bon. Kën? E shef që janë kamerat, e vup futet mes, rrë, pap, ikën. Po të lutem, shkurta, mos ma trego tani se kam kuptu mirë. Okej, ti e ke mendimin tënd? Ajo se bën për vëmendje. Po ajo kur rëzohet falso për të bë viktimën, ajo bën çdo gjë. Kur rëzohet falso për të bë viktimën. Se unë më konë qëto dhe kom pa. Moj po të flasë për të make-upi që u rëzu falso, edhe aty u rëzu falso, se nuk e shtyva u, rëshkiti vetë me vetën e vetë, e bëri me qëllim. Po mos u rëzu, ashtu, ajo ka ndodhë spontanisht. Jo me shkurta, ty po rrinte, e djeva këtë edhe rëshkiti. Shkurta, a e pe video në Prime që e bëri herën e partë e make-upi, nisi si kur qaj thash unë, jo, se je larg meje, nuk të quhet kjo, mos aktro kot, edhe i go hi me qeshme, edhe erdit ajo pjesa aty. Aty as uj nuk ka, as nuk u shty nga unë, as as i gjë. Dani duke që këshu, e kupton ti? Qëto që a kom po, muj me full, ato që se kom po, nuk muj me full. Prime edhe ato 2 momentet i dham Prime. Po për ishti kur e konë si të ngo, e di që e ke pos pak durën kështu të ngo spontanisht. Jo, fare. Spontanisht. Madja, ajo ma gjyti kraun tim, aty edhe dolin Prime e gjitha, ta një qa keni pa në Prime, unë nuk e di. Po të pak të shqyqyr dolin video në Prime pak të në të atyre pjesëve. Pak të ndolën ata. A ke provu mu sharu për që të veprim? Për cilin veprim? Që të veprim, për shamu që të afru të ftyra? A ke provu po me sharu? Po qati së ma ajo e ka kuptu që nuk duhet afrosh, i thash mos mu afro, ajo prap e bën me qëllim. I thash mos bjerë me bryl, ajo prap i vazhdon vetat, qati së qarosh asaj. Pastaj, pa tjetër duhet t'ja së qarosh një njeriu që mos mu në gjitë në ftyr, ose mos më gjuj me bryl, sa ajo zhë njerëzore, nuk ke nevoj ti me ja së qaru njeriu. Po edhe në rase pas ka të nevojsh me një së qarim ty kur thot njeriu, mos mu afro, mos mu në gjitë, mos më gjuj me bryl, nuk duhet ta bësh. Qa taksirati ka ajo në gjitën mua me hunde dhe me bus të ftyra ime, kurse ajo s'ka asë një afrimitet me mu. Qa taksirati ka? Ta shisajrë që të vija jo unë ti këtë largohet. Kjo është zidhja. Apo njeriu duhet ta kuptoje, stop njeri. Ajo nuk është asë motër me mu, asë shoqe ngush me mu, nuk ka pse ajo të m'afrohet mua ashtu. Se bën me qëllim. Une nuk jem kun e pranishme në për temat të ndryshme që ju keni qëndru njona pran tjetërës, edhe tema se që ka keni full për me ditë cili është shkaktari, cili ka qenë piknisësi që e ka nisë, dhe më thonë, këtë lloj gjendje për më orderit e këj veprim. Unë e mujmë ndëgju, po... Po ju gjithmonë flisni nuk e diu, nuk jam prezente, unë nuk e diu, nuk jam prezente. Okej, pse duhet bisedojmë për gjëra që si dini? E pa, atëherë ju mos po bisedoj. Se gjithmonë krijohen 2 teori, 2 supozive. Veç unë jam aty, ekziston ose kjo, ose kjo, bëhet e lodhshme, nësë të kjo mua bet. Unë e fula, veç a kum pa. Unë s'po më dho mendime për gjona që s'kum pa dhe që shkam filluar. Po mirë më shkurta, tani përse duhet bëhet kjo gjë? Pa një mbylle. Po se mbylla unë fola për këtë që ndodhi këtu tani. Edhe atë që doli në Prime, nuk fola se si rrodhi e gjithë historia, e gjithë kësaj gjëje. Ajo ka vendos të flasë fjalët në bazë të keq kuptimeve, le të vazhdoj. Në raste tjerët besojnë edhe bëjnë, është puna tjerëve. Qka po keq kupton ajo se pas teje? Si? Qka po keq kupton ajo? Ajo tani, ma keq interpreton. Tani, kur unë i kam thënë jam e fort, në kuptimi si njëri, edhe atë ndjesi që ajo shprehu të unë, që qajti, për vetën e vetë, për familje. Ajo tha ndryshë ta që i ke thonën. A do më dëgjosh? Pa, i na bashkë bisetim, Olba. Po më dëgjosh. Po bashkë bisetim, Olba. Po e di me qa ka thënë ajo se kam dëgju, mos ma thuaj ti. Po, deve që ajo ka thonë ndryshe. I ka thonë që ti ke thonë me qëndru me ty, se ti e furt. E furt, do më thonë kështë sinetare. E dëgjuam shkurt atë. Tani do ma dëgjosh atë që po mundohem mund të të them? Se po ma blokon në gjysëm mendimin që dua të ta them? Do më dëgjosh? Tani, e thash shumë mirë edhe në Prime, një njeri që të vjen të qanë, mërzitet, të tregon jetën, të tregon familjen, pasi të tregon familje, thot ti për mua je e zemrës, këtu edhe jashtë, dhe për këtu mbrënda, vetëm ti je për mua dhe asë kush tjetër, dhe unë e kape për qafoj dhe i them, në sensi njeri i fort, në sensi që këtë që e thu ti, që e shpreh ti, për me e s'ka për dalë gjë, dhe nuk kam për ta keq përdor. Më falë që për ndëprej, e vazhdo t'i, a mund është morë me mu vishë, ku me morë diqka në dollap? Bashim dëgjove apo jo? Po të ndëgjujëm, me vazhdojnë a vishë dura me morë diqka. Apo vjen? Ko të bëj me gjendjen të e Olba? Apo vjen, as po vjen?
Jo, shkurta, më duket sikur po e ndërpret. Po ti vazhdoje, po thëmë, po hajde të shkojnë atë marrë që ato që më vynë muë. Për gjendje momentale, më vynë urgjent. Nuk mund të lëviz për momentin. Ani, rre pra. Qa vo? Ta shi që cek. Ua, ku e di unë? Kjo është shumë, kjo është shumë. Vjen njëri i hedh fjalë, vjen tjetri i hedh fjalë. Fillo shprehu, nuk mund ta përfundosh shprehurin, se po bëjmë bashkë bisedin, po dëgjo më rob, dëgjo pak deri, ta bëm.